Halleluja. 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 Amen. Për jetë, halleluja, vaj shenjë të rritë sot në për jetë të tojës time, zemrës time, dhe mbushësh do të zemrë sot, vaj shenjë, në emër të Jezus si të lutëm. Amen, o Zot. Amen. Olida Pasha, i mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Qele, mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Zoti ju bekoft. Amen. 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 Në kella mi mbrëma zemër, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Amen. 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 Art. Oh, halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja, Zot. Halleluja. Mirela, Fezi, mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Amen. Halleluja. Ne vajin në duan prapë sonde. Do ta dëgjojmë edhe një herë sepse vajin kemi sot. Po. Marie Qafa, mi mbrëma zemër, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Mbushi sot të gjitha emët o Zot, se janë bosh o Zot. Mbushi sot me vajin tënd. Oh, halleluja. Mirësie, mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Halleluja. Po Zot, bëj shkëlqej këtyra jote sot në të gjithë motra dhe vëllezërit që do të jenë prezent sot. Amen. Sherife, mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Halleluja, halleluja, halleluja. Lavdi Zotit për ju. O, Zot për një. Le të rrjedh sot vaj në çdo zemër, o Zot. Amen, amen. Oh, halleluja. Oh, amen, halleluja. Po, halleluja, halleluja, falenderit Zot. Po, Zot. Po, amen, amen. Bekimi art, bekimi art. O, lumne o Zot që të kemi, lumne o Zot. Lumne o Zot që kemi një art si ti.
Ku mbesha mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër, Hana Kresniqi. Mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Unë do vëdhi një qik nuk pa gjakun e Jezusit se filloj do të lajfin. Oh, haleluja. Po, një gjaku Jezusit, mbi të gjithë. Gjaku Jezusit, mbi të gjithë. Mbi të gjithë ju që në këtu. Mbi fëmijët dhe familja tuaja. Gjaku Jezusit mbi ne. Oh, haleluja. Po, Zot. Po, Zot. Oh, haleluja. Haleluja. Po, Zot. Po, amen. Jezus. Gjaku Jezusit është erdhur për mua. Gjaku Jezusit është erdhur për ty. Amen. Gjaku Jezusit është erdhur për ty. Gjaku Jezusit. Amen. Amen. Po, Zot. Faleminderit. Faleminderit. Oh, faleminderit. Jemi mirë njohës, Zot. Jemi përshkitër jetën o Jezus. Oh, haleluja, haleluja, haleluja. Oh, haleluja, Zot. Oh, përmes gjakut të Jezusit jemi shpëtuar. Oh, jemi shpëtuar. Haleluja. Oh, Zot. Po, Zot, jemi fitimtar në ty, o Jezus. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, gjaku Jezusit në të gjithë. Gjaku Jezusit në të gjithë. Urra bashada nasira bashada yaki shakara bagada shakara kinga vendur shamarafa. Me emër të Jezusit, o Zot, faleminderit. O faleminderit, Antigonia Sani. Mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Dilandoci, mi mbrëma, mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Haleluja. 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 Po. Po, Zot. Faleminderit. Faleminderit. Mikele mirë se erdhe. Zoti të bekoft. Oh, haleluja. Jemi të mbrojtur. Oh, haleluja. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit që jemi të mbrojtur nëpërmjet gjakut të Jezusit. Haleluja. Haleluja. Mirë se erdhe të bekuar edhe një herë. Nëse më ka kaluar në një, ju bekoj të gjithë në emër të Jezusit. Faleminderit për prezencën tuaj, për zemrat tuaja, sepse është kohë vere dhe sigurisht të gjithë i duan pushime, duan të relaksohen, duan të qetësohen, ka nevojë njeriu për pushim, por drejt me thënë, unë jam e mbushur me paqen e Zotit dhe ndjej sikur jam në pushime. Dhe faleminderit edhe për ju që më duket se jemi në të njëjtën linjë. Lavdia i qoftë Zotit për ju. Eliona Nertila Merja, mirë mbrëma, mirë se erdhe zemër, Zotit bekoft. Edlira Bana, mirë se erdhe, Zotit bekoft. Zoti ju bekoft të gjithëve. Arta Beqa, mirë se erdhe dhe pushime të mbara, se po më bën përzili, por ndjej paqe edhe kur kënaqeni juve. Bashkë me motor Lolon, ju bekoj, Zoti ju bekoft. Që jeni kaq pozitiv, kaq të mbushura në paqen e Zotit. Lavdia i qoftë Zotit për ju. Lavdia i qoftë Zotit. Tani, para se të fillojmë, le t'i drejtojmë pak Zotit, ti lutemi dhe ta falenderojmë që ai është prezent sot mes nesh. Është këtu. Lavdia i qoftë Zotit për prezencën e tij. Ne për këtë mlidhemi të takojmë Zotin të gjithë së bashku. Ja lëm zemrat, ja dorëzojmë zemrat atij. Atëherë, ati dashur, vim për parafronit tënd të hirit. Vim sonte me zemrat të mbushura me dhe adhurim për ty, o Zot, sepse ti je i denjë për çdo adhurim, ti je i denjë për çdo lavdërim. O Zot, kemi mbi 10.000 arsye për të thënë faleminderit. Faleminderit për jetën tonë, për shëndetin tonë, për familjet tonë, për kohën tënde, për vajosjen tënde, për dhuntin,
për dhuntit që ke vënë ne për dritën tënde. Faleminderit që ti na ke veçuar me popullin tënde, na ke bërë bitë tu, o Zot. Faleminderit, o Zot. O Zot, ne vim e në bosh sot për para teje, që ti të na mbushësh sot plot me vajin tënd. O Zot, prek çdo zemër dhe lartoj drejt teje. Lartoj drejt teje zemrat tona sot, o Zot, sepse kemi nevojë. Ne kemi nevojë, o Zot, për ty. Kemi nevojë për frymën tënde të shenjtë. Shenjtërona sot dhe mbushki zemrat tona me vaj special sot. Në emër të Jezusit lutem dhe them amen. Beko sot, o Zot, çdo motër dhe vlla që është sot këtu live dhe atë që do të dëgjoj më vonë. Beko fëmijët dhe familjet e tyre, shtëpitë e tyre, bizneset e tyre, punët e tyre, financat e tyre, projektet e tyre, shëndetin e tyre, pushimet e tyre, Zot. Gjithçka kanë dhe gjithçka duan, Zot. Bekoj sot, o Zot. Beko, Perëndi, këtë fjalë që ke vënë sot në zemrën dhe në gojën time, dhe lejo frymën tënde të drejtoj këtë live. Frymë e shenjtë. Merë kontrol dhe drejtoj gjithçka sot në këtë live, në emër të Jezusit unë lutem dhe të gjithë lutemi dhe themi po dhe amen. Haleluja, 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 haleluja. Mira Lapushi, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Lena Laça, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Bje e Zotit, mirë se erdhe, zemër Zoti të bekoft. Zoti u bekoft të gjithëve dhe në një nëse më ka kaluar, Zoti u bekoft të gjithëve, sepse Zoti është prezent këtu dhe ka mbushur duart për t'u dhënë ju bekime të gjitha. Zoti u bekoft të gjithëve dhe gjaku i Krishtit nguroj mbi secilin nga ju. Haleluja, haleluja, haleluja. Tani, unë sot kam përgatit një temë që ne të gjithë pothuajse për ditë kisha e përmend, të gjithë folësit, pastoria e përmendin sepse është një domosdoshmëri e shpirtit ton dhe është vajosja, prandaj dhe vura të këngën për vajin e frymës. Është vajosja për cilën të gjithë kemi nevojë. Dhe sa më shumë e dëgjojmë, aq më shumë e afrohemi për të mësuar se si ne ta marrim dhe ta njohim dhe të dim se çfarë është vajosja. Dhe pikërisht ky është tema sot. Çfarë është vajosja dhe për çfarë shërben. Sa më shumë e mësojmë, aq më shumë mirë na bën shpirti ynë mbushet dhe aq më shumë afrohemi me Perëndin. Lavdia i qoftë Zotit. Tani, vargu bazë për këtë temë është tek Luka 4:18-19. Do ta lexojmë pak sepse unë nuk e shkruajta këtë nga që është një çik gjatë si temë. Atëherë, pra te Luka 4:18-19. Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ngjillizuar të varfrit. Ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën e thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të dërguar në liri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. Amen. Haleluja. Haleluja. Lavdia i qoftë Zotit për ju. Vera, mirë se erdhe, Zotit bekoft zemër. Zoti ju bekoft gjithë ju që erdhët, edhe që nëse më ka shpëtuar në një. Dhe në një emër mund ta themi 2 herë, mandja aq puno, Zotit na fal. Pra, vargu bazi kësaj teme sot për vajosjen është pikërisht e Luka 14:18-19. Kur dëgjojmë fjalën vajosje, ne mendojmë për vajin që përdori në kohët biblike. Një pjesë që nuk e din, sepse ka edhe sot që nuk e din ende, ose po e dëgjojnë dhe për herë të parë, nuk është çudi sepse kështu kemi qenë gjithë në fillimet tona. Por vajosja është më shumë se një veprim i jashtëm. Në Bibël vaji është një simbol i pranisë së frymës së shenjtë në ne. Dhe vajosja nuk është një titull, as mënyrë për të dukur më shpirtëror se të tjerët. Kemi shumë që të mësojmë sot e vajosja. Më mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Anatane, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Tani, vajosja lidhet me thirrje, me një qëllim dhe një shërbes. Jezusi tha, si e filloi? Jezusi tha, ai më vajosi dhe me njëherë, mbas kësaj tregoi se për çfarë ishte vajosur. Do më thënë, ka një qëllim thirrja, ka një qëllim dhe një shërbes në vajosjen tonë. Vajosja nuk është vetëm atë që Perëndia dëshiron të bëjmë në ne, por edhe atë që ai dëshiron të bëjë përmes nesh. Lavdia i qoftë Zotit.
Vajosja është shenjë se personi është i veçuar për një detyrë të caktuar. Gjithmonë keni parasysh, edhe për ata që janë të rinj, të jenë të vëmendshëm se do të mësojnë shumë. Jo tek unë, po kudo në fjalën që kjo kish shpall gjithë ditën e ditës, ka aq shumë për të mësuar, dhe kush ka nevojë mund të ushqehet dhe të kënaqet dhe të rritet në Zotin. Lavdia e qoftë Zotit për këtë kish. Lavdia e qoftë Zotit. Në Dhjatën e Vjetër mësojmë se Davidi u vajos nga Samueli, dhe te Samueli 1:16-13, ai u vajos, por nuk u bë mbret në çast. Do më thëmë, pse u vajos, me njerë të bëj mbret. Ne e dim historinë e tij. Kjo na mëson se vajosja mund të vijë përpara përmbushjes. Kemi dhe për të dëshmuar, dhe të gjithë kanë, secili ka të mënyrën e tij, por bëjmë mirë që dëshmojmë sepse mësojmë nga njëri tjetri. Stash nuk jam ndonjë predikuese, nuk jam as pastore, por kam dëshirë ta ndaj atë që kam mësuar dhe atë që kam për të dëshmuar vetë. Ta ndajmë bashkë, bëjmë shumë mirë. Lavdia e qoftë Zotit për këtë mundësi që na jep. Pra, përpara se të ulej në front, Davidi kaloi në sfida, sprova, pritje dhe betejë që do të thotë të mos dekurajohemi sot për sezonin ku ndodhemi. Perëndia të ka vajosur dhe pritja nuk do të thotë se të ka harruar. Ndoshta ai është duke përgatitur karakterin tënd për atë që të ka thirrur. Ti mund të kesh dhunti, madje edhe mund të përdorësh dhuntit që Perëndia të ka dhënë, por karakteri duhet të eci paralel me dhuntit, me se s'bën. Secili mbas çdo fjale le ta kthej, domethënë ta ketë çdo fjalë sipas qyr për veten e vet. Kështu kemi bërë të tërë kur kemi mësuar për vajosjen, se kemi kërkuar me insistim, kemi bërë dhe gabime, kuptohet. Dhe ndaj mësojmë nga njëri tjetri, që jo të mos gabojmë, se gabimet janë normale, por puna është të mos i bëjmë me dashje. Kur i dim dhe kur kemi mundësi t'i mësojmë. Pra, Perëndia kërkon njerëz që mund të besojnë zemrën e tyre dhe mund t'ja japin këta njerëz Perëndisë zemrën e tyre. Davidi nuk u përgatit vetëm për pallat, ai u përgatit kur ishte bari dhe para se të godiste Goliathin, publikisht ai kishte mësuar të besonte te Perëndia privatisht. Aleluja. Pra, para se të godiste publikisht Goliathin, ai e mësoi, e njohu Perëndin privatisht. Prandaj, kur kërkon vajosjen, kërko edhe një zemër të pastër, bindje ndaj Perëndisë, për ulësi, besnikëri, jetë në lutje dhe dashuri për fjalën. Vjollca mirë se erdhe, Zoti të bekojë zemër. Pra, në momentin që i kërkon, nuk i kemi ditur këto gjëra fare. Tani në këtë kish i kam mësuar dhe aq më tepër tani që edhe i punoj dhe më kujtojnë të gjitha gabimet që kemi bërë. Prandaj, kur kërkon vajosjen, kërko dhe një zemër të pastër, bindje ndaj Perëndisë, për ulësi, besnikëri, jetë në lutje, dashuri për fjalën. Lavdia e qoftë Zotit për këtë mësim. Ka gjëra që ti mund t'i bësh me talentin tënd, me arsimin tënd, me përvojën tënde, por ka disa beteja ku aftësia njerëzore nuk mjafton. Dhe këtu na duhet fuqia e frymës së shenjtë. Duhet patjetër fuqia e frymës së shenjtë. Të gjithë sa jemi këtu 17 dhe unë 18, kemi nevojë për fuqinë e frymës së shenjtë. E kemi kaq të domosdoshme. Dhe prandaj dhe qëndrova edhe pse për ditë kam dëgjuar dhe thash do të qëndroj te kjo sepse ka materiale plot, ka pa fund material për të folur. Te Zakaria 4:6 thot, jo me forcë, kjo do na udhëheqi tër lajfin. Jo me forcë, as me fuqi, por me frymën time, thot Zoti. Me frymën time, jo me forcë, as me fuqi, por me frymën time, thot Zoti ushtrive. Kjo është zemra e vajosjes. Vajosja nuk do të thotë që ti je i fuqishëm, por do të thotë se Perëndia është i fuqishëm në ty dhe ai zgjedh të veprojë përmes një ene të dorëzuar tek ai. Prandaj i dorëzojmë zemrat tona tek Zoti, ai t'i mbushi. Dhe kur i gjen të pastrat, të besnike, patjetër që ai nuk e kursen vajin për ne. Ai Mojsiu kishte kufizime. Edhe Jeremia thoshte jam shumë i ri. Gideoni shite veten shumë të dobët. Davidi ishte më i vogël në familje, por Perëndia nuk pa asnjë gjë nga nuk kërkoi përsosmëri njerëzore.
Jetë mira mirë se erdhe Zotit bekoft, zemër. Zotit bekoft. Pra, nuk kërkoj për sospëri njerëzore, nuk I vuri veshin këtyre Perëndia se çfarë justifikoheshin Mojsiu, Gideoni, Jeremia, Davidi. Vajosja ka një qëllim, si tha Jezusi, ai më vajosi, pastaj vazhdoi më tutje se për çfarë e vajosi, për të shëruar, për të çliruar, për shpresë. Nëse Perëndia të jep diçka, atëre pyet, kë do të bekoj kjo që Perëndia më ka dhënë? Kë do të bekoj? Sepse Perëndia na përdor edhe për të bekuar të tjerët. Ne I lutemi Zotit të na bëjë një kanal bekimi për të tjerët. Do ta flasim më poshtë këtë gjë. Prandaj vraj mendjen, qëndro pranë Perëndisë dhe pyete, kë do Perëndia të bekoj nëpërmjet kësaj vajosje. Nëse ke një dhunti, ajo nuk është vetëm për ty. Nëse ke një dëshmi, jepe. Nëse ke një fjalë nga Perëndia, ajo mund të jetë për të ngritur dikë që është duke urrëzuar. Nëse ke mundësi të shërbesh, shërbe. Vajosja na bën të shohim atë që të tjerët nuk e shohin. Prandaj, dhe ngurojmë, mendojmë pas 6 vjetësh, kam dashur më përpara. Fryma e Zotit ka qenë në mua, por nuk kam qenë unë e gatshme për të dëshmuar atë që Zoti bëri në jetën time. Pra, jeni të gatshëm, jeni në kontakt të vazhdueshëm me Perëndin, në marrëdhënie të fortë me Perëndin, që ta kuptoni qëllimin e saj, përse ajo po ju vajos për të dhënë dëshminë tuaj. Lindi ta mirë se erdhe, Lindi ta rësi përshëndetje, Zoti të bekoft, zemër. Prandaj, mos e kurse I gatshëm të dëshmosh. Sepse ka njerëz që të duken, ka njerëz që vinë në kish, buzë qeshin, por brenda janë të thyer. Ka dhe mes nesh këtu dhe dim që të gjithë po të na hapër zemrën, po Zoti ishe zemrat tona. Prandaj vim të gjithë sot e Zoti. Prandaj vim këtu të marrim nga fjala e Tij, ta dëgjojmë, të ushqehemi, të vajosemi dhe për të riparuar ato zemrat e thyera. Prandaj ka njerëz që duken të fortë, por janë duke luftuar në heshtje. Plot ka dhe këtu. Plot kemi. E dim që jeta ka plot probleme, që është e vështirë, po me Zotin gjithmonë do t'ja dalim. Zoti ju bekoft, ju qerdë tani. Dhe ndonjëherë Perëndia dëshiron të përdor fjalën tënde, lutjen tënde, pranin tënde dhe dëshminë tënde për t'i prekur ata. Prandaj lutja jon nuk duhet të jetë vetëm Perëndi më beko. E themi gjithmonë, ndonjëherë të vete edhe Perëndi më beko mua, por do t'ishte më e mirë të thuash Perëndi më përdor mua për të bekuar dikë tjetër. Sepse kur ti po bekon dikë tjetër, bekimi të vjen tek ty, rrjedh tek ty. Dhe kjo është nga përvoja. Sa më shumë bekon të tjerët, sa më shumë lutesh për të tjerët, aq më shumë Zoti përqendrohet te problemet që ti ke, sepse ai di të gjitha. I di të gjitha problemet tona. Dhe ndonjëherë kur I përsërisim se nuk durojmë dot dhe themi 2 herë një lutje, ose insistojmë dhe nuk bëjmë keq që insistojmë, xhanëm, se kur ke marrëdhënie me Perëndin, Perëndia të kupton shumë mirë. Por duke e thënë ti 2-3 herë, kur Zoti I di të gjitha, a nuk do jetë më mirë që ti ta ka thënë që lutu për një tjetër se unë jam aty tek ty? Sepse ai po të dëgjon ty dhe ai e di hallin tënd, kur ti interesohesh apo shikon një zemër të përulur. Dhe këtë duhet bëjmë. Një nga gabimet që bëjmë është të kërkojmë fuqinë e Perëndis pa kërkuar praninë e Perëndis. Ne duam vajosjen, por duhet të duam edhe Perëndin që vajos. Do me thënë kërkojmë vajosjen, por mirë do t'jetë të kërkojmë një marrëdhënie të fortë me Perëndin, të qëndrueshëm në fjalën e Perëndis, dhe ta bindim Perëndin që ne jemi totalisht në të dhe me një zemër të përulur, sepse ai do derdhi vajin. Jo Perëndi më vajos. E kupton? Por duhet të duam atë që vajos, Perëndin, pra duhet forcojmë marrëdhënien me Perëndin para se të kërkojmë atë, sepse burimi I shërbesës nuk është aktiviteti ynë, por marrëdhënia me Perëndin. Prandaj mos kërko vetëm dorën e Perëndis, por kërko fytyrën e Perëndis. Sa 10 lutje në mëngjes. Kërkojeni që në mëngjes fytyrën e Perëndis. Dorëzojeni ditën
dhe jetën tuaj, familjen, fëmijët në dorën e Perëndis dhe thuaj Zot më fol, zbulo fytyrën tënde sot se kam nevojë. Kjo është shumë për të më dhënë o Zot. Pra, kërko jo dorën e Perëndis gjithmonë, po kërko fytyrën e Perëndis. Të kërkosh fytyrën e Perëndis do thotë që ti kërkon prezencën e Perëndis, ti kërkon një marrëdhënie me Perëndin. Kur kërkon fytyrën do thotë që shihemi ballë për ballë me Perëndin. Elisabeta, mirë se erdhe zemër, Zotit bekoft. Pra, kur kërkon fytyrën tregon afrimitet. Dorën, kur i kërkon dorën e Perëndis, sigurisht do t'ja kërkojmë. Dhe ajo thotë që askush nuk të merr nga dora ime, thot Perëndia. Askush dhe asnjë të merr dot nga dora ime. Dhe ne duam dorën e Perëndis të jetë aty. Po a do të jetë më mirë kur kërkojmë vajosjen e Perëndis, le të kërkojmë mirë fytyrën e saj. Le të e ti, të kërkojmë fytyrën e Perëndis, sepse do thotë që ti je ballë për ballë me Perëndin. Lavdia i qoftë Zotit. Miqtë e mi, unë e thash pak në fillimet e mia dhe më vonë mund ta përmendim, por me që e kapëm këtë moment, unë do thosha që dallandysh tabaku mirë se erdhe, Zoti ju bekoft motor. Dhe në një tjetër që nuk e kam parë, Zoti ju bekoft të gjithë ju që jeni prezent sot. Unë do thosha që në fillimet e mia ndodh dhe me ju, jam e sigurt për fillimet tuaja, se ka dhe goxhat e ershëm të rritur në besim këtu, por unë flas për një kohë jo shumë larg, ndoshta dhe nga ajo që unë nuk ndeta shumë në Shqipëri, një vit e gjysmë ndeta. Te ajo kish që e bekoj, o Zot, ishte bekim vërtet për mua, por nga gëzimi dhe entuziazmi që unë hyra në Zotin dhe filloi transformimi im i brendshëm dhe unë e ndjeja këtë gjë, shikoja njerëzit, pastorin, motrat, vëllezrit që ishin të rritur në frym, në besim, ishin të vajosur, flisnin dhe në gjuhë, dhe unë thosha, po pse unë ç'a kam që të mos e bëj? Dhe lutesha çdo ditë, sepse ne edhe na thoshin që lutuni Zotit që të pagzojni me frymën. Dhe unë fillova çdo ditë i lutesha Zotit, çdo ditë i lutesha që Zot, çdo ditë, gjithë ditën, Zot më pagzon në frym. Më pagzon në frym se që më dukej mua ç'a do bëja unë. Që unë nuk dija ta bëja dhe të tjerë dini ta bënin. Tjetra ishte, dhe Zoti e dëgjoi lutjen time, pavarësisht mënyra se si e kërkoja nuk ishte e drejtë, nuk isha mësuar, me thënë drejtën, kjo kish më mësoi që është kaq bekim, Zoti e bekoft këtë kish, dhe pastore Alketën, dhe të gjitha ata motra dhe vëllezër që e rritën këtë kish. Këtu mësuam shumë gjëra dhe këtu mësova, domethënë, edhe gabimet që kisha bërë, sepse vërtet fryma e Zotit qëndron në ty dhe ai të mbush me vajin e frymës, por Lira Skënderi mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Por kjo nuk do të thotë që ti tani të marrësh përsipër dhe atributet e Zotit, sepse unë mora fuqi nga Zoti tani dhe direkt të thras njerëzit për ti, kush të ndali para ti them ti flas ungjillin, sepse kështu thotë fjala. Kushdo që është i smur unë vetë dhe të vëduar ta shëroj, me dëshirën e mirë për ta bërë dhe duhet ta bësh, por ka një kohë, ka dhe ca rregulla që Zoti na ka mësuar. Arsi që dy mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Ka ca rregulla, sepse jo të gjithë e njohin Jezusin dhe për interes thot, po lutu për mua, por kur unë ja kam bërë të qartë që unë po lutem në emër të Jezusit, vallë do pranoj, kurse unë me dëshirën që do shërohesh sepse mua Zoti më ka dhënë fuqi dhe vinim duart, por kishte pasoja. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm edhe në këtë gjë. Është gjë shumë e mirë që ta bëjmë. Kur Zoti na ka dhënë siguri, kur Zoti na ka dhënë mençuri, sepse Zoti thotë jeni të zgjuar si gjarpri dhe të urtë si pëllumbat. Çdo thotë kjo, që ti ta dallosh njeriu që po të vjen përpara, që ti vendosësh duart, që ti sepse të komplet energjia e ti, ai nuk beson në Zotin, po beson në fuqinë tënde. Dhe nëse nuk shërohet, të më shëroj ajo. Nëse shërohet, të më shëroj tasha. Por nuk është e drejtë, sepse e shëroj fuqia e Jezusit që është në mua. Dhe lavdia do t'i jepet atij që ka fuqinë, jo unë. Ai vuri fuqinë në mua për të më përdorur mua si jenë. Domethënë, e gjithë vepra e Zotit në tokë do të bëhet nëpërmjet enëve që i dorëzohen atij. Domethënë zemrave tona. Unë nuk e dija këtë gjë. Të rëbonim që vetëm si të bëni mirë të kënaqim me Zotin. Ose ishte kohë e shkurtër që unë nuk e mësova dot, ose e fillova vetë me atë entuziazmin
thjesht njerëzor, me emocionin njerëzor, nuk edhe pse Zoti më bekoj, më pagzoj me të folurin në gjuhë për shembull, ose edhe me fuqinë e tij me vajin e frymës, por nuk dia ta përdorja vend e pa vend. Prandaj duhet jemi dhe bindja ndaj Zotit, duhet të jemi të bindur ndaj fjalës. Tani kur je ti i ri dhe bën shumë mirë që e ka atë gëzim dhe atë dashuri për fjalën e Perëndis, shumë e mirë është. Por ende nuk di nga fjala. Prandaj themi që nëse ne jemi në fillimet tona, duhet dhe shumë të dëgjojmë, duhet dhe shumë të mësojmë, duhet dhe shumë të lexojmë nga fjala. Kam lexuar shumë libra, shumë fare. Do më thënë e merja romanin brenda natës, ta dorëzoja, ja jepja asaj që vende në bibliotekë, se unë kisha aktivitet e shtëpia, kisha punë ke shtëpia dhe nuk lëvizja dot. Por mi sillnin unë i lexoja të nesme nuk dorëzoja për korektësi. Po kur erdhi puna për të lexuar Biblën, djalli erdhi dhe mbyllte syt. Jorgjia mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Djalli vjen e të vënë gjumë. Unë nuk dija nga fjala e Perëndis. Unë dija nga fjala ato që dëgjoja vetëm në kish, ose filloja të lexoja më mbylleshin syt. Sepse nuk dija. Prandaj po them që mësoni, dëgjoni dhe luteni Zotit t'ju hapi sytë e mendjes, sytë e zemrës, t'ju japi fuqi në ato që do bëni dhe t'ju japi mençuri. Mençuria e Zotit është e pafund, fuqia e tij është e pamat dhe ajo fuqi është brenda josh. Kur ai thotë që un po t'jap fuqinë time, imagjino është fuqia që ngriti Jezusin prej së vdekurish. Mos e merrni si fjalë që kalon. Vërtet e ka vënë aty, prandaj fillo aktivizo veten për të mësuar sa më shumë gjëra, pra që ta përdorësh atë fuqi për lavditë të Zotit, sepse ai ka vënë dhuntit në ty, dhe dhuntit ti do t'i aktivizosh për lavditë të Perëndis, kush t'i dha. Jo për veten tënde, po në fillimet e mia, kështu i mora, kështu i dija. Kur e mësova, turpërohesha nga vetja, thot, çfarë kam bërë. Prandaj miqtë e mi, këtë na mëson lajfi në kish, fjala e lexuar dhe fjala e dëgjuar. Këtë na mëson, që t'jemi të kujdesshëm, të dim, t'jemi korrekt dhe me Perëndin dhe të kemi një marrëdhënie të fortë me Perëndin, që ne ta përdorim atë fuqi. Sepse vetëm atëherë megjithmonë fuqia e Zotit aktivizohet në ne, që Zoti të marrë lavdi nga puna jonë. Pra, ka një vajosje që nuk e bën jetën tënde më të rehatshme. Ajo të bën të rrezikshëm për mbretërinë e ferrit dhe mënyrën e vdekur fetare të menduarit që vazhdimisht përpiqet ta shtyp frymën e shenjtë. Kemi material kur kemi qenë për kisha. Kështu është. Nuk e njohin shumë fuqinë e frymës së shenjtë. Te Veprat 10:38 thotë: Ju e dini se Perëndia e vajosi Jezusin nga Nazareti me frymën e shenjtë dhe me fuqi. Pastaj Jezusi shkoi kudo duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të shtypur nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Kjo është ajo që është vajosja. Është thjesht fuqia e frymës së shenjtë. Dhe që fuqia e frymës së shenjtë të dali në pa dhe të duket ajo fuqi, ti duhet ta ushqesh frymën e shenjtë me mirësi, ta vësh në rehati në shpirtin tënd, sepse ajo nuk mund të ri kur në një zemër jo të pastër. Nuk mund të ri. Viziko beqira e mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Prandaj, të vëmendshëm në çdo detaj që të bësh një jetë frymërore, do njohësh ligjet frymërore, ligjet shpirtërore. Dhe nga pak këtu i mësuam. Ndoshta nuk i dim të gjitha, por ajo që Zoti ta fikson në mendje, të hap syt dhe është një dritare për të bërë jetën ashtu siç duhet me Perëndin. Prandaj do të mësojmë 4 gjëra për vajosjen. Dhe nuk është fundi me Jezusin, do me thënë, kjo është ajo që është vajosja, është fuqia e Perëndis, por nuk është fundi, sepse sa miliona si Jezusi, e tha pastore Alketa që parë, si Jezusi jemi bërë ne, jemi bërë aq shumë në nanakes miser dhe Zotit bekoft zemër. Pra nuk është fundi, ato që Jezusi bëri la pasardhësit mrapa dhe tha unë do t'ju lë një ngushëllues dhe ai la frymën e shenjtë në ne. Përgatisni zemrat për këtë. Do të mësojmë 4 gjëra për vajosjen. Çfarë është vajosja dhe për çfarë shërben? Kush je ti në Jezus Krishtin?
si ti dorëzosh ndikimit të frymës së shenjtë, edhe kur ajo ka një kosto. Dhe si të mbetesh i varur nga fryma e shenjtë në mënyrë që ndikimi i vajosjes në jetën tënde të mos filloj kur të zbehet. Mirë mbrëma sa dete, mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft. Pra, dhe në fund, dua që të shkyrtosh jetën tënde dhe të mos ngatërosh urinë shpirtërore me entuziazmin e rem shpirtëror, atë që sapo unë thash. Pra, atë që sapo tham, të mos e ngatrojmë urinë shpirtërore. Shqyr që zemra ime u mbush, lavdi Zotit u mbush, dhe unë tash do ta përdor, pa njohur norma, pa njohur ligjet shpirtërore, pa njohur fjalën e Perëndis. Thjesht entuziazmi, dashuria për Perëndin. Dhe për fjalën, po pa ditur asgjë nga fjala. Sepse fjala dhe dëgjohet dhe lexohet, mirë është që ta shpletojmë, është shumë mirë, është gjë më e mirë. Por që edhe ta dëgjosh nuk bën keq, sepse si t'i jepet mundësia njeriu, Zoti na ka lënë hapësira pafund, nuk ka vënë kufizime, nuk na ka vënë limite, ti mjafton të ushqesh me fjalën e drejtë të Perëndis dhe ta marrësh të pastër. Pra, ti shikon për shembull predikuesin tënd të preferuar në YouTube, ose dëgjon në një podcast, ose ndoshta edhe në kish. Shikon besimtar të ndryshëm që përdorin dhuntit e tyre dhe brenda zemrës tënde lind një dëshirë fort. Perëndi, dua ta përdorësh jetën time. Perëndi, nuk dua që dhuntit e mia të shkojnë dëm. Dhe kështu ndërsa frymëzohesh nga të tjerët, në të njëjtën kohë nënvlerëson veten. Tani, unë e thash përpara që atë gabim e bëra sepse shikoja të gjithë rreth e qartë, po nuk e nënvlerësova veten time. Mund të jem në një rast i veçantë. Sepse ka të tjerë që me gjithmonë se e kanë thënë në kish në fakt. Ose edhe mua, edhe këtu ma kanë thënë, po jo sa mirë, asgjë nuk di unë, asgjë nuk di. Dëgjoj, lexoj, mbushem, harroj, por bëj një gjë, i lutem Zotit që ta ndjek Zotin me sjelljen time. Se jo të gjitha i di dhe i maj mend. Prandaj i thosha kështu, këto dhunti që ti Zot mi ke dhënë, më ndihmo t'i aktivizoj për lavdit e emrit tënd, dhe Zoti e bënte, dhe e bëri. Kështu që mos e nënvlerëso veten që sa shumë di ky. Ai ka punuar, ai ka lexuar, ai ka kohë që ka mësuar, ose Zoti është zbuluar sepse ka parë diçka tjetër tek ai njeri. Zoja mirë se erdhe zemër, Zoti të bekoft, zera ma. Kështu që asnjëherë mos u nis nga ai, po lutju Zotit për veten tënde, për zemrën tënde. Jo me atë haren që unë tani jam totalisht, unë e dua Zotin, është Zoti që na mban, nuk jemi ne. Nuk mund të mburremi neve që unë tani që yra Zotin, unë lëviz më nga Zoti. Unë ja pash hajrin Zotit në këto 8 vite që kam. Unë ja kam parë, dhe unë kam parë atë fuqinë e Zotit, mirësinë e Zotit në jetën time, por nuk e them dot më që unë nuk i nga Zoti, sepse nuk e di çfarë bën djalli. Por Zoti ka thënë unë nuk të lë nga dora, dhe unë besoj vetëm tek fuqia e tij. Dhe është Zoti që na mban ne, jo ne që do qëndrojmë fort e Zoti. Askush nuk mund të mburret. Prandaj, mos e nënvlerëso veten, por puno me veten dhe ec përpara. Mendo këtë, vajosja e frymës së shenjtë është thjesht fuqia e Perëndis për të predikuar ungjillin, për të lutur për të sëmurët, për të vepruar përmes dhuntisë tënde shpirtërore. Vajosja është si karburanti. Pra vajosja është si karburanti. Ndërsa grupi yt i dhuntive dhe thirrja jote janë si automjeti. Ka shumë lloje automjetesh që shërbejnë për qëllime të ndryshme, por është e njëjta vajosje që furnizon të gjitha automjetet. Prandaj, nuk bëhet fjalë për të thirrur në një grup të veçantë apo për të hyrë në një klub ekskluziv shpirtëror. Nuk ka nevojë. Thjesht lutu Zotit dhe njihe fuqinë e frymës, që Zoti njihe fuqinë e frymës që ka vënë ty. Respekto rregullat e Zotit, respekto fjalën e tij, urdhërimet e tij, bëu një me Zotin dhe fuqia vepron në ty. Kjo është e gjitha. Lavdia qoftë Zotit. Perëndia të ka vajosur, mos dysho. Motra ime, vlla im që je këtu, mos dysho. Rezarta ju so mirë se erdhe, Zotit bekoft motor.
Mos dysho, sepse në momenti që ti ja ke dorëzuar zemrën e Zotit, që ti e ke pranuar dhe e njeh Jezusin si shpëtimtar të jetës tënde, që ti e penduar përpara tij, Perëndia menjëherë ta aktivizon vajin, frymën e shenjtë që është brenda teje dhe vajosjen tënde. Ti mos dysho që je i vajosur apo jo. Gëzim Saliu, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Prandaj ne të gjithë kemi dyshuar. Edhe pse Zoti më pagëzoi me frymën e shenjtë, edhe pse më lartoi shpirti kur bëja lutje, edhe pse kur lexoja mbushesha, edhe pse e ndjeja veten të ushqyer kur veja në kish, ose kur dëgjoja pastorët këtu. Prap dyshoja për një moment, thosha, dale, e kam apo se kam fuqinë e frymës, e kam vajosin e durun? Mos dysho, sepse Perëndia të ka vajosur frymën e shenjtë banon brenda teje. Sepse Perëndia ka thënë te Romakët 8:11, i njëjti frymë që ringjalli Krishtin prej së vdekurit banon në ju. Kjo do të thotë se nuk ka rrugës, kjo do të thotë se ti nuk ke mungesë fuqie. Pra, e gjithë fuqia e frymës së shenjtë banon në ty. Ndërsa i banon në ty, përdore. Davide, mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Përdore, mos ki frikë. E filloja me fëmijët e mi, e filloja me veten time, me familjen time, që vija duart. Por, ndonjëherë, Manushaqe, mirë se erdhe, Zoti të bekoft zemër. Ndonjëherë edhe në miq tan, por duke parë që ishin në një nevojë të tmerrshme, vija duart, kishte pasoja. Motra ime, vlla im kishte pasoja, sepse nuk dija më shumë se kaq. Doja ta përdorja fuqinë. Unë e shikoja që Zoti më kishte dhënë fuqi, sepse arria që gjërat e mia me fuqinë e Zotit merrin rrugën e duhur, drejtimin e duhur. Por edhe te të tjerët, por jo ashtu, jo atë rrugë që ndoqa. Duhet jemi të kujdesshëm ku vendosim duart. Sepse fuqia e Zotit është kaq e madhe, është e pamat vërtet, por i ligu nuk ta jep lavdin, nuk jep lavdin Zotit, ta jep ty dhe të humbi çdo fuqi. Unë në momenti që shërohesha vetë, në momenti që shëroj fëmia, në momenti që zgjidhja një problem timin me fuqinë e Zotit, në momenti jepja lavdi Zotit. Lavdi Zotit, ja një rast. Aty te qendra, Loreta Lançe, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Aty te qendra ishte një grua shqiptare që vajza e saj, vajza e rritur, kuptohet, kishte një ekzem në këmbë, po nuk kishte 4 vjet që nuk gjente asnjë shërim. Dhe filluan doktorët të dyshonin për sëmundje të keqe lëkure, për kancer lëkure. Dyshimet ishin aq të forta sa kësaj nuk i qeshte buza më. Por ishim mbledhur në një takim kështu dhe ishte afër meje dhe duke qarë dhe shumë e mërzitur dhe thoshte edhe këtu ku erdha nuk gjeta shërim për këtu. Dhe unë, dhe pse pastor Alketa na ka folur, këtu në kish kemi mësuar, domethënë që duhet kesh kujdes për atë që lutesh. Dhe ajo më tha që unë kam shkuar në shumë vende të mira dhe nuk kam gjetur, dhe kjo më shtyti që unë ta thrisja me vete. Kam shkuar në shumë vende të mira, tha, dhe më kanë thënë, tha, që do shëroj dhe ka 4 vjet goca, tha, nuk është shëruar. Edhe unë i them më vete këtej, thash, do që të lutem unë, i thash, për të, me që unë shkoj në kish dhe kam mësuar, i thash, e kam në zemrën Zotit, Zoti është me mua, do më, pa i thënë, fare në emër të Jezusit. Dhe ajo, aty mësoj një gjë të mirë veç. Dhe ajo më tha, tha, dua të lutem, tha, ja, kur t'ikin të gjithë këta, tha, lutu, tha, për mua. E kujtoj në fillim se mos do lutesh në shtëpi. I thash, jo, lutemi bashkë këtu. Po mirë, dakor, tha ajo. Dhe kur ikën të gjithë, ne qëndruam aty te biblioteka, ku mlidheshim. Marieta Krosi, mirë se erdhe, Zotit bekoft zemër. Dhe u lutëm të dyja neve, u lutëm dhe thash, dëgjoj. Në momentin që do lutesha, Zoti më hapi më një fap dhe më tha, thuaja që do lutem në emër të Jezusit. Dhe unë i thash, unë do të lutem në emër, jo si që janë lutur të tjerët, unë do të lutem në emër të Jezusit, sepse unë atë kam pranuar shpëtimtar të jetës time, i thash, dhe ai do të shëroj vajzën tënde, jo unë, se unë po të isha kaq e zonja, 58 vite të jetës time do kisha bërë hajër, i thash, po isha nuk e njihja të Jezus Krishtin, i thash. Njoha këtë dhe ai më dha fuqi që ti bëj mirë nëpërmjet meje, që ti të njohësh që është fuqia e tij, i thash. Zoti e tha, jo e thash unë, me thënë drejtën, se në fillim fare i thash, hajde lutemi, thjesht dëshira për të bërë mirë.
Pranoj dhe u ulëm të dyja dhe u lutëm dhe ndërkohë filluam të kërkonim dhe disa kremra për pomade kështu. Dhe Ilir mirë se erdhe, Zoti të bekoft vëlla. Dhe ka kaluar 1 vit nga e lutje. Unë interesohesha shpesh herë kam mbajtur në lutje. Dhe mua Zoti në lutje më dha një paqe për atë vajzë. Më dha një paqe dhe thash, Zoti më foli që fundi sa ishte shumë i mirë. Por unë mund të bëja ushtaren të them që po, vajza jote do shërohet. Po thash që Jezusi ka fuqi për ta shëruar. Dhe unë besoj që Jezusi do ta shëroj, i thash. Mbasi u lutam. Besoj, dhe ajo më puthi, më përqafoj, dhe u gëzua shumë, dhe sa herë që e pyesja unë, thoshte, sa herë më pyetym duke se mua vajza po më shërohet. Unë e pyesja, po ajo ende nuk po e thoshte, domethënë. Tani shërimin Zoti përdor të gjitha metodat e tij. Se cilat metoda përdor Zoti, ai e di, por te mjeku me ilaçin, ai e dinte. Unë di që Zoti, ndërkohë që unë po lutem, Zoti po punon me ty. Këtë jam e sigurt. Në çdo lutje jo timen, në çdo lutje, në momentin që ti lutesh, ti je duke lutur, Zoti është duke punuar. Dhe kjo më vjen të hënën e parë, isha ulur dhe po dëgjoja videon time të drejtën, dhe kjo erdhi më kapi nga fort nga qafa, më shtëngoi fort dhe tha, Irena ime u shërua, këma u shërua. Jam ngritur, nuk pyeta fare se kishte njerëz. Haleluja, thash. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit, mishi më ringjetet. Dhe thash, pas 1 viti, Zoti e bëri punën e vet. E kupton që Zoti mori lavdi se unë bërtita haleluja dhe ajo bërtiti haleluja. Edhe njerëzit që ishin aty, vërdall, thanë, lavdi Zotit, sa mirë. Do më thënë, Zoti përdori gojën time për të shëruar këmën e saj, dhe lavdi mori Zoti. Prandaj, mos dysho se e ke apo se ke fuqinë e Zotit, e ke. Po përpishu të mësosh si ta përdorësh fuqinë e Zotit për lavdi të Jezus Krishtit. Mos dysho, motra ime dhe vëlla im. Lavdia i qoftë Zotit. Pra, ku e lam? Vajosja është diçka që është depozituar në çdo besimtar. E ke vajosjen dhe kjo vajosje të bën të rrezikshëm. Pse e them këtë? Përse e them këtë? Sepse kur fillon të njohësh ndikimin e frymës së shenjtë, kur fillon të dorëzohesh zërit të tij dhe fillon të përdorësh atë që Perëndia ka vendosur brenda teje, dhe ndërsa jam duke thënë këtë, ti mund të jesh duke edhe pse po e them unë, ti mund të jesh duke hedhur poshtë në mendjen tënde. Mos dysho, po ta them me shpirt, me gjithë zemër, mos dysho në fuqinë e Zotit, nëse ti ke vendosur të ndjekësh Zotin. Mos dysho. Pa frikë, vetëm kërkoj mençuri dhe zgjuarësit që të mos bësh gabimet që edhe mund të bëhen. Lavdia e qoftë Zotit për ju. Pra, dhe kjo është pjesë e strategjisë, pra. Dhe ti edhe pse unë jam duke e folur, ti edhe mund t'i thuash që nuk kam frikë, nuk unë dyshoj te kjo, nuk e di e kam apo se kam fuqinë, dhe mund ta hedhësh poshtë këtë gjë. Por kjo është pjesë e strategjisë armikut, prandaj hidhe poshtë, dhe kjo është pjesë e strategjisë armikut që thot, kjo funksionon, nuk funksionon për të gjithë të tjerët po thot, po për ty ajo. Se nuk e aq e zonja ti, sepse nuk e aq në frymë ti, sepse ti nuk e aq fort në Zotin, sepse ti nuk lexon fjalën, po ti nuk e lexon fjalën, po ti ke dhënë zemrën Zotit, po ti e kërkon fytyrën e Zotit çdo ditë, po ti dëgjon fjalën e Zotit. Po ti po i lutesh Zotit që Zot më ndihmo që unë të ulem dhe të marr çdo ushqim çdo ditë nga fjala jote. Edhe pse djalli fut shkopin në rrota dhe nuk të le. Kështu që ti nuk mund të hedhësh poshtë atë fuqi që Zoti ka vënë në ty, sepse vjen ai dhe të fryte veshin që është për këta tjerët, po jo për ty. Mos e prano. Shporu Satani, thoj. I themi shporu Satan në emër të Jezusit. Dhe ti do të hysh në këtë fuqi. Dhe kur të fillosh të veprosh në këtë fuqi, do të bëhesh i rrezikshëm për mbretërinë e ferrit. Prandaj nuk e do Zoti, ai Satani këtë gjë. Prandaj nuk e do. Ti do bëhesh i rrezikshëm për mbretërinë e ferrit. Sepse do të ecësh në një fuqi të tillë sa që Perëndia do të të përdor për të rrëmbyer shpirtra nga forcat e errësirës. A e do ai këtë? Nuk e do. Prandaj, Perëndia do filloj të të përdor si një instrument të lavdisë së tij, si njëri që shpall të vërtetën e tij për të çliruar shpirtrat, shërim
për të shliruar robrit, si një njeri që mbart mesazhin e ungjillit, shpëtimin e shpirtrave, shërimin e të sëmurëve, çlirimin e atyre që janë të lidhur. Pikërisht për këtë, Perëndia të ka vajosur si besimtar dhe ti e mbart atë fuqi. Pra e mësove. Ti e mbart atë fuqi, sepse Perëndia po të përdor ty. Prandaj na ka zgjedhur ne. Prandaj na ka thirrur dhe na ka zgjedhur që ne të jemi deri në duart e tij. Deri dhe të shkojmë bosh përpara tij dhe ai ta mbushi me fuqinë e frymës së shenjtë. Dhe ai e do këtë. Dhe Perëndia e do, dhe ta ka dhënë, ti je i sigurt që të gjithë sa jemi 25 veta, ne jemi të mbushur me frymën e shenjtë, me fuqinë e frymës. Përdoreni për lavdi të Zotit. Çdo dhunti që ai ka dhënë në ju, çdo dhunti që ai ka dhënë në ju, përdoreni për lavdi të Zotit. Lavdia e qoftë, mos keni frikë fare. Dhe nuk e pse thua Natasha lutu ti, ke fuqi një lloj manushaqe si mua. Lindita, Mirësie, Erion, Ilir, të gjithë e keni fuqinë. Një lloj si pastoria, si përderisa ai thot si Jezusi, do thot që e keni fuqinë që të gjithë. Përdoreni atë fuqi për çdo gjë që ju del përpara, për problemet tuaja, të afërmëve tuaj, për familjeve tuaja. Dhe nuk je vetëm i rrezikshëm për mbretërinë e errësirës, gjithashtu ti bëhesh i rrezikshëm edhe për sistemet fetare të vdekura, që përpiqen të shtypin fuqinë e frymës së shenjtë. Nuk e pranojnë sistemet fetare. Ne e dim, kemi qenë për kisha. Nuk e ka shumë kisha që nuk e pranojnë frymën e shenjtë dhe e besojnë, por nuk e aktivizojnë, nuk i japin vendin e duhur frymës së shenjtë. Ai është i njëjtë në trini. Dhe kështu që ne këtë e dim. Nëse ti e di, atëherë mos dysho. Ashtu siç është prezente Perëndia, Zoti Jezusi dhe Ati Jezusi dhe fryma e shenjtë është prezent. Të tre janë prezent në ne. Kështu që shumë besimtar pretendojnë se besojnë në fuqinë e Perëndisë, në të vërtetë ata janë në rregull me fuqinë e Perëndisë vetëm në teori, të paktën me idenë që fryma e shenjtë lëviz, por në momentin që fryma e shenjtë fillon të veprojë realisht, ata bëhen tepër kritik ndaj asaj që ai po bën. Prandaj ndërsa Perëndia fillon të përdor dhe ti më në fund fillon të përdorësh fuqinë që është depozituar brenda teje, bëhesh një kërcënim për gjendjen ekzistuese. Bëhesh kërcënim për sistemet fetare. Ata do të thonë se je i çuditshëm, je ekstremist. Sistemi fetar e kritikon fuqinë e frymës së shenjtë. Edhe farisejt e kritikuan fuqinë e frymës së shenjtë që vepronte në jetën e Jezusit, kur ai dëbonte demonët duke thënë se po i dëbonte me fuqinë e Satanit. Kështu thot fjala. Dhe ne e dim këtë gjë, si akuzonin Jezusin kur ai vepronte me fuqinë e frymës, dhe ata nuk e pranonin këtë gjë. Ata i quajtën fuqinë e frymës së shenjtë demonike. Tani, është e vërtet, në fillimet e mia, sa po kisha filluar, na vjen në fier, vjen një pastor amerikan, më duket se dhe se majmon tani, që ishte goxha vllai i bekuar dhe i dëgjuar, po me thënë drejt nuk e majmon të emrin, se isha dhe në fillimet e mia. Dhe vendosën si kish këta pastori me kishë vendosën të shkonin. Dhe ne ishim një grup i ri që ishim futur në besim në atë kohë, dhe morën vesh, do më thënë e hapën gocat atje, e hapën dhe e pa në internet punën dhe aktivitetin e tij, dhe tha po ky rrëzon njerëzit në skenë atje, tha, dhe nuk është mirë kështu. Në qa është kjo? Edhe filluam dhe ne ta kritikonim neve, se vjen nga besimi nga kisha ortodokse unë. Dhe atë kisha parë, lento të këndonte prifti dhe s'dije se qa tha. Por ne që gjitha u bëm një mendje që na u duk të merë, na u duk, do më thonë, nuk ishte e drejtë kjo. Dhe nuk e pranuam në fillim. Pastaj vendosëm, po vemi dhe në fundit ikim. Na u dukën shumë ekstremist, shumë të egzageruara, shumë të pavërteta këto gjëra, që ishin nuk e di, nuk e pranonim dot. Ne. Dhe filluam dhe debatin. Nuk mjaftoi vetëm kaq. Filloi debati dhe me pastorin. Dhe lavdia i qoftë Zotit që ishte prezent, dhe ajo ishte kishë e bekuar. Dhe jo se ai na bindi, po fjala na bindi që ne ishim në gabim. Sepse ajo ishte fuqia e frymës. Dhe ne nuk po besonim në fuqinë e frymës. Si teori e qanim, e dinim përmendësh.
E dinim sepse thoshim po lutemi në frymë, po se çfarë do të bënte, çfarë rezultati do të jepte fuqia e frymës në ato që thoshim ne, nuk donim ta besonim këtë. Dhe këtë gjë bëjnë dhe besimet fetare. Dhe kishat që nuk besojnë tek fuqia e frymës. Prandaj keni kujdes, atë që mësoni në teori, vereni në praktik, sepse fryma e shenjtë ka fuqi të na drejtojë në gjithçka bëjmë ne. Dhe kur e bëjmë me fuqinë e frymës dhe me drejtimin e frymës, patjetër që bëhet me bekim. Kur e bën me fuqinë tënde, patjetër që të bëhet barr. Prandaj fillon ta tronditësh atë sistem sepse nuk mund të kontrollohesh, sepse nuk do të heshtësh, sepse në zemrën tënde digjet një zjarr dhe ti e njeh të vërtetën. Ti e ke takuar Perëndin e gjallë dhe ja, çfarë e bën edhe më të vështirë sistemi fetar. Ti dëshiron që edhe të tjerët ta kenë të njëjtë të përvojë me Perëndin, prandaj zjarri nuk mbetet vetëm brenda teje, ai fillon të përhapet. Pak nga pak njerëzit çlirojnë nga robëria e mendësisë fetare që shtyp frymën e shenjtë. Njerëzit dalin nga robëria e dyshimit dhe e cinizmit, e skepticizmit dhe e frikës dhe fillojnë të përqafojnë plotësinë e fuqisë së frymës së shenjtë. Atë që thash deri tani dhe atë që po ne po bëjmë. Edhe e ngrem zërin me të madh siç po ua them, thojeni pa frikë kudo. Te çdo besimtar që është që ka përballë Perëndin, që kërkon fytyrën e Perëndis, te të gjithë thojeni pa frikë, e ke fuqinë e frymës brenda zemrës tënde. Përdore për lavditë e emrit të Krishtit. Pra, dhe duke e përhapur ne, i zë frika të gjithë këto sistemet fetare dhe prandaj ti bëhesh të merr për ta. Perëndia mund ta përdorë jetën tënde në këtë mënyrë. Kjo do të thotë të jesh i vajosur në mënyrë të fuqishme dhe kërcënim për mbretërinë e ferrit dhe për sistemin fetar. Okej. Ti tashmë e ke pranuar këtë të vërtet biblike. Çdo besimtar e ka vajosjen. Atëre, përse disa të krishterë ecin në atë vajosje, ndërsa të tjerë duket sikur jetojnë çdo ditë pa fuqi? Gjithçka fillon me mënyrën se si mendon, se si ti mendon. Duhet të kuptosh se kush je në Krishtin dhe kush është Krishti brenda teje. Te Romakët 8:15, sepse nuk kemi marrë një frymë skllavërie që t'ju bëj përsëri të jetoni në frikë. Përkundrazi, kemi marrë frymën e birësimit me anë të së cilës thrasim Aba Oat. Amen. Amen. Ja. Ja privilegji ma që ne thrasim Aba Oat. Dhe kur Zoti ti thret Aba Oat, do thotë shko sa afër është Zoti afër teje dhe sa afër Zotit je ti. Prandaj, kush je në Krishtin dhe kush është Krishti brenda teje? Ti thret Aba Oat, ti ke njohur Atin që të ka dhënë forcë, të ka dhënë siguri. Tani përse duhet të kem fije dyshimi? Kur unë e di se kush është brenda meje, se çfarë fuqie ka ai që është brenda meje, vetë fryma dëshmon bashkë me frymën tonë se ne jemi fëmijë të Perëndis. Hajde privilegj, hajde. Dëgjoj gjuhën për që përdoret këtu. Duhet ti lejosh vetes të bësh atë që shkrimi thot për identitetin tënd. Shumë të krishterë luten Perëndis pa pushim, përpiqen të ngarkohen emocionalisht gjatë lutjes dhe kur nuk ndjejnë asgjë, mendojnë se fuqia e Perëndis mungon në jetën e tyre, ose lexojnë shkrimin vetëm për të plotësuar një detyrim. Sigurisht që fjala e Perëndis duhet lexuar sa më shumë të jetë e mundur. Por kjo keq kuptohet nga disa të krishterë, të cilët mendojnë se sa më shumë kapitull të lexojnë, aq më të vajosur do të jenë. Por kjo nuk funksionon, motra ime, vëlla im. Gjithçka fillon me identitetin, me veprën e përfunduar të kryqit, me hirin, jo duke punuar për të fituar fuqinë e tij, por duke jetuar nga fuqia e tij. Fryma jote dhe fryma e tij janë bërë një, të bashkuar dhe të ecën në bashkim të shenjtë me të. Prandaj duhet të bësh një ndryshim në mënyrën e të menduarit. Prandaj, kur themi që duhet të lexojmë, të thash që i koordinoni, i thurni gërshet atë që dëgjon, atë që lexon, atë që shkruan, atë që lutesh. Dhe Dafina Lupa mi mbrama mirë se erdhe zemër, Zotit bekoft. Dhe mos mendo tani që unë
nuk e kam aq fuqi unë, sepse ka dhe një gjë, Bazire mirë se erdhe Zotit bekov zemër. Ka dhe një gjë që kur lutemi dhe nuk marrim përgjigjen, e tham dhe çikran e parë kemi përmendur edhe në kishë kemi dëgjuar për ditë nga mëngjesi darkë, që kur ti pritshmërinë e ke të lartë sepse ke probleme shumë të mëdha që nuk presin kohë, dhe i lutesh Zotit dhe thua Zoti s'po më përgjigjet, unë s'pas kam fuqi. Jo, nuk e pas kam fuqi, unë do t'i them Natashës të lutet Natasha për mua. Natasha dhe motrat e tjera, nuk kurse të 22 që jemi këtu ne të gjithë i lutemi Perëndis dhe çdo lutje që del nga zemra juaj te Perëndia dëgjohet. Të gjitha dëgjohen, të gjitha regjistrohen. Por ka një gjë që është pa durimi ynë, se Zoti ka kohën e vet. Zoti ka kohën e vet. Dhe ne tani, ato çambolla unë, 58 vite, sa po hyra besim me njëherë do t'i korja. Dhe edhe akoma po korrë, sepse nuk jam nga ato, ose nuk kam qenë nga ato, që të mbilja çdo ditë. Jo. I kërkojmë falje Zotit dhe pendojmë, Almeida mirë se erdhe Zotit bekov zemër. Prandaj, duke qenë gjithmonë në Zotin, të ndjekësh rrugën e tij, të ecësh në rrugën e tij, do të thotë ti je një me Zotin, ti je një me frymën. Aty fillon që ti po mbjell, nuk po pret. Ndërsa kur ti nuk je një me Zotin, kur ti thua që çfarë ti bëj tash, kështu më erdhën rrethanat mua. Jo. Zoti kërkoj Zotin ndryshoj ty, se rrethanat, Zoti stremet në rrethanat e tua fare. Rrethanat aty do jenë. Nuk ndryshojnë, do ndryshojmë ne, mendësia jonë, që Zoti do kohën e vet. Dhe ti mos e sos durimin dhe të tërhiqesh me njerë sepse nuk dëgjoj Zoti lutjen tënde. Jo, nuk është e drejtë. Zoti e ka dëgjuar lutjen tënde dhe do ta realizoj sepse unë ta thash. Zoti vepron kur ti je duke u lutur. Ti je duke u lutur, ai është duke punuar. Por do kohën e vet që të vi dhe prite kohën e Zotit. Prite. Dhe Zot më jep durim të pres kohën tënde. Do thuash që po halli im vajti mal, po Zoti është në dijenit ati halli. Dhe ndoshta ka një arsye për të krijuar dhe për të bërë atë karakterin tënd të fortë dhe të fuqishëm në Zotin. Është duke punuar, ti je i sigurt. Tani kur ti e merr, kur Zoti thotë që mos ki frikë, ti jep siguri. Po këtë siguri pse se merr? Që Zoti është duke punuar. Merr edhe këtë siguri që Zoti është duke punuar. Mos dysho fare. Dhe mos thuaj që se kam fuqinë. E ke fuqinë, që në lutje dhe që në vepra. Për ta përdorur fuqinë e Zotit. Të gjithë e kemi. Përdori 1 herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë. Prit Zotin. Beso që do bëhet. Dhe unë besoj që do bëhet, Zot. Ti ke kohën tënde. Që është aq e shenjtë. Pra, mos ju lut më Perëndis duke ju përgjëruar për fuqinë e tij. Mos ju lut që të vajos, mos ju lut që të jap frymën e shenjtë. Fillo ta falenderosh. Faleminderit o Zot për vajosjen e frymës së shenjtë. Faleminderit që më ke dhënë aftësinë të shpall të vërtetën e Ungjillit. Faleminderit o Zot për çdo dhunti shpirtërore që ke vënë në mua. Bëje ta aktivizoj për lavdit e emrit tënd, çdo dhunti. Kështu ti kalon nga përgjërimi në besim. Do me thënë, në qoftë se jemi lutur duke unë lutesh, në fillim jam, Zot të përgjërohem, më pagëzon frymë. Zot të përgjërohem, më mbush me frymën e shenjtë. Në fillim, s'dia, nuk e dia. Po ai e ka vënë në mua nëse unë me gjithmonë e dua Zotin dhe dua të eci me të. E tham pak më përpara. Kështu që pak ktheje një herë dhe thuaj faleminderit. Faleminderit o Zot për vajosjen e frymës së shenjtë. Faleminderit që më ke dhënë aftësinë të shpall të vërtetën e Ungjillit. Faleminderit o Zot për çdo dhunti shpirtërore që ke vënë në mua. Kështu kalon nga përgjërimi te besimi. Ky është çelësi. Ky është çelësi. Mos shko duke qarë dhe duke u përgjëruar te Zoti. Zoti i di të gjitha, se ashtu e bën Zotin të paditur. Po shko duke falenderuar. Dhe unë ashtu pata domethënë problemet na vinë çdo ditë çdo ditë djalli është i gatshëm për të na futur shkopi në rrota kur i thon, po lavdia qoftë Zotit që na ka hapur sytë e mendjes. Dhe i them ti mbiri, ka probleme se i thash që ai është futur në besim me gjithë shpirt, por është tani shpagzuar dhe sigurisht që Zoti është në çdo ditë prezente tek ai, por djalli nga ana tjetër bën çmos që ta demoralizoj. Dhe i thash, biro, nuk ka nevojë ti lutesh Zotit. Nuk ka nevojë. Vetëm falenderoje.
Kemi aq shumë për ta falenderuar. Sikur një ditë lëre fare as një lutje, le të jenë mal hallet e tua. Zot ti di të gjitha se ti je prezent këtu dhe ti ishe, unë dua sot vetëm të falenderoj. Dhe falenderoje. Hap një këngë adhurimi, vetëm falendero Zotin. Kështu që ti nuk je më në atë startin e përgjërimit, që bo Zot, bo që ka mund, vetëm ti je shpëtimtari im, Zot te unë dua këtë. Jo. Në momenti që ti falenderon, shpirti yt ngrihet. Zoti po e shikon që ai sa më shumë ngrihet, aq më afër Zotit vete. Prandaj, ky është çelësi. Kalo nga përgjërimi te besimi, atëherë gjithçka fillon të ndryshojë. Nëse beson se duhet ta fitosh me përpjekjet e tua vajosjen, ngec në përsëritje, në sisteme fetare dhe në një dëshirë që nuk do të përmbushet kurrë. Nëse ti vazhdon me dyshimin. Por, kur kupton se për shkak të asaj që Jezus i bëri në kryq dhe kur vendos besimin tek ai, bëhesh një krijesë e re e mbushur me frymën e tij të shenjtë. Atëherë gjithçka fillon të ndryshojë. Atëherë fillon të ndryshojë çdo gjë në jetën tënde. Dhe vë re gjithmonë gjërat e vogla. Gjithmonë gjërat e vogla. Ndryshimin e fillon në gjërat e vogla. Që nga paqen që nuk guxon ta vjedhi kush, që në atë kohë vlerëso paqen. Faleminderit o Zot për paqen. Për çdo gjë të vogël falenderoj Zotin. Fillon të pushosh në të vërtetën. Kur të jesh rënjosur në të vërtetën që ti je në Krishtin dhe Krishti brenda teje, mbi ty vjen një vetbesim hynor. Fillon vetbesimi hynor, lavdia i qoftë Zotit. Dhe pikërisht këtu fillon besimi dhe jo dyshimi. Për të larguar dyshimin, falenderoj Zotin. Merri të mirë qena. Mere atë frymën e shenjtë, falenderoj çdo ditë që ajo të drejton. Çdo moment, 24 orë, në 24, falenderoj frymën që është brenda teje dhe të drejton të bësh gjërat e duhura. Pa atë, sepse ajo drejton frymën tonë. Pa atë ne bëhemi të marr. Pra, dhe pikërisht këtu fillon besimi dhe jo dyshimi. Pra, tani po ecën me një vetbesim hynor. Nëse dëshiron të ecësh në ndikimin e vajosjes, duhet të vdesësh, por jo fizikisht. Duhet të vdesësh, por jo fizikisht. Dua të them se duhet të vdesësh për veten tënde. Galatasit 2:20 thot: Unë jam kryqëzuar me Krishtin dhe nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua, që Iliri e thotë e shpallë çdo ditë lavdia e qoftë Zotit për Ilirin, për vllai Ilirin. E thot çdo ditë Iliri këtë fjalë. Dhe jetën që tani e jetoj në trup, e jetoj me anë të besimit në birin e Perëndis, i cili më deshi dhe dha veten për mua. Krishti duhet të shkëlqejë përmes veprimeve të tua, përmes qëndrimeve të tua, madje edhe përmes mendimeve të tua. Pra, thash, njëra anë është leximi, mësimi, dëgjimi, lutja, marrëdhënia me Perëndin, nga ana tjetër është që është dhe kryesore që të lutemi që drita e Zotit të shkëlqejë në ne nga mëngjesi deri në darkë, sa dalim nga dera. Zot vëre kurorën mbretërorin, jam bi mbreti dhe Zot shkëlqen në mua sot. Shkëlqen në mua sot. Shkëlqen në fëmijët e mi sot. Kur flas për të vdekur për veten, nuk po them se duhet të jetosh në mjerim vetëm për hir të mjerimit. Në fakt ekzistojnë dy ekstreme në lidhje me këtë. Ka nga ata që mësojnë se nëse nuk je i mirë, nëse nuk heq dorë nga çdo kënaqësi vetëm për të provuar diçka para Perëndis, atëherë nuk je vërtet i vajosur. Kjo ndodh tek kishat dhe te një botkuptim kaq i shpifur për të krishterët që duke shfrytzuar atë për ulësin, duhet jenë të mirë, duhet jenë të varfër. Nuk është e vërtet. Nuk ne jemi bi të Perëndis, ne kemi kuronën e mbretit në kokë. Lavdia i qoftë Zotit. Prandaj këtë nuk e pranojmë. Kjo është fe dhe mendim ekstrem fetar. Nga ana tjetër, janë ata që thonë, po Krishti tash më vdiq, ai pagoi për gjithçka. Nuk ka absolutisht asgjë që duhet të bësh. Thjesht ec në atë realitet. Po. Kjo është e vërtet deri diku. Sigurisht që ne e kuptojmë se Krishti e përfundoi veprën, por e rëndësishme është t'i dorëzohesh frymës së shenjtë. Prandaj, duke shmangur të dyja këto ekstreme, duhet të arrijmë në vendin ku kuptojmë se duhet të vdesim çdo ditë. Si të vdesim çdo ditë? Të heqim çdo ditë atë që është futur në mishin ton nga bota. Hiqni syt nga bota. Nga shkëlqimi i rrem i kësaj bote, hiqni syt çdo ditë.
mos të shijoj asgjë nga bota. Të shijoj atje ku Zoti të drejton, sigurisht që ne nuk jemi mumje dhe nuk jemi të ndarë të veçuar, sepse ne këtu jetojmë në botë dhe Zoti na ka vënë ekuilibër me botën. Por nga shkëlqimi i rrem i botës, të mos lejojmë mishin ton të marrë prioritet, por të vdesi ato të tëra ato që janë futur në mishin ton, duhet të vdesin çdo ditë. Nuk dua të them që duhet të lësh punën, domethënë është një lloj vëri veshin. Kur them të vdesësh çdo ditë, nuk dua të them që të lësh punën vetëm sepse të pëlqen paga, ose të heqësh dorë nga një marrëdhënie vetëm sepse ti po e shijon atë. E njëjta gjë është. E njëjta gjë. Apo të mos shkosh në një udhtim familjar vetëm sepse konsiderohet një kënaqësi e kësaj bote. Është e padrejtë. Nuk është e vërtetë kjo. Perëndia dëshiron që ti të gëzosh bekimet që ai të jep në këtë jetë. Bile sa herë që ndjej kënaqësi, sidomos kudo që shkojmë dhe me gjithmonë marr një kënaqësi, po mua më kënaqen më shumë gjëra ato gjëra që Zoti ka bërë, sepse dora e njeriu vërtet të jep paqe në moment, të kënaq në moment, por nuk është që që ruan atë paqe. Ai që ruan atë paqe është vetëm vepra e Zotit. Dhe them drejtën, nuk është se nuk kënaqem, por un kam qef ato që unë ndjej prezencën e Zotit. Dhe kur i them Zotit faleminderit që unë nuk kënaqa sot për shembull, po them edhe këtë që Zot kur nisem për të marrë një kënaqësi, them Zot, bëj që unë të kënaqem nga prezenca jote dhe të shijoj gjithçka që ti ke sjellë për mua në tokë. Sepse çdo gjë që vjen nga Zoti të ruan atë paqen të pavdekshme. Ndërsa çdo gjë nga bota e merr kënaqësinë sigurisht, po është e përkohshme. Është shumë e përkohshme. Kur flas për të vdekur për veten, po flas për ato momente kur vullneti i Perëndis bie ndesh me vullnetin tënd dhe ti duhet të zgjedhësh gjithmonë vullnetin e Perëndis. Fuqia e vërtet gjendet në dorëzim. Megjithatë, jo vullneti im o Zot, po vullneti yt u bëft. Edhe në momente që ne demoralizohemi ose dekurajohemi, them bo, e bëm lutje dhe nuk mora përgjigje. Po kthej atë një çik mendje dhe thoj o Zote, le të bëhet vullneti yt, unë e lënë në dorën tënde. Vullneti yt të bëhet. Unë e dua këtë gjë, po ai e di që e do. Dhe unë e kthej, pastaj them o Zot, Perëndi, unë dua gjërat fizike, kam nevojë, por unë dua ato më shpirtërore më shumë. Unë dua të ngrej mbretërinë e Perëndis në jetën time dhe të fëmijëve të mi dhe drejtsinë tënde. Pra të bëhet vullneti yt dhe më mëso të njoh vullnetin tënd, të bëhet vullneti yt në jetën time dhe të fëmijëve të mi. Ajo gjendet kur ti lejon frymës së shenjtë në këtë ndikim, të ketë ndikim në jetën tënde dhe ta zvendësoj ndikimin tënd. Nuk jetoj më unë, është Krishti në mua, është fryma e shenjtë në mua, dhe të gjithë ne jemi ende në proces transformimi. Dhe sa më i madh të jetë niveli i dorëzimit, aq më i madh bëhet ndikimi i vajosjes së frymës së shenjtë. Amen. Haleluja. Si duket kjo, pra, sa më shumë ti dorëzohemi, aq më shumë bëhet ndikimi i vajosjes së frymës së shenjtë. Ti dorëzohemi totalisht Zotit. Amen. Si duket kjo në praktik dorëzimi? Është aq i thjeshtë sa të gjesh kohë për fjalën e Perëndis dhe kur dëshiron ta mbarosh shpejt ditën. Është aq i thjeshtë dorëzimi sa të falësh atë person që të ka ofenduar edhe kur dëshiron ta mbash inatin. E njëjta gjë është. Në momentin, Adelina, mirë se erdhe, Zoti të bekoftë zemër. Në momentin që duam të falim dikë sa të vështirë kemi neve. Edhe dorëzimi totalisht kështu është. Gjeni forcë dhe fuqinë në Zotin, në fjalën e Tij. Dhe dorëzohemi totalisht Zotit. Në moment të duket e vështirë, por nuk është e vështirë. Ashtu sikurse i tham Zot na fal, fali vaj dhe mëkatet tona siç u falin fajtorëve tan, dhe vendosëm ta bëjmë këtë gjë, lavdia i qoftë Zotit, dhe këtu ja dalim vetëm e Zotin. Kështu edhe kjo gjë, të dorëzohem Zot totalisht ty, dhe mos e mamë mendjen atje, se po e mbajtë mendjen atje si e dorëzuar Zotit më. Por si thash, unë i thash të shërohet dhe Zoti e bëri. U zbëra me gjë, as e lyeva, as e lava këmën e saj, as e këndova, as kuptoni, e lash Zotit në dorë, e dorëzova totalisht. Dhe po u luta e hoqa mendjen, nuk e kam më mendjen aty. Dhe ky është dorëzimi total. Është
Është aq i thjesht sa të hedhësh hapin me besim dhe të bësh atë që Perëndia të ka dhënë të bësh, dhe kur duket më e sigurt të qëndrosh aty ku je. Dorëzimi nuk është një emocion. Dorëzimi është bindje ndaj fjalës së Perëndis dhe ndaj zërit të frymës së shenjtë. Fuqia e vërtet mund të zbehet kur fillon të mbështetesh tek vetja. Po dhe amen. Po dhe amen. Po besove te vetja dhe i hoqe syt nga Perëndia, fryma e shenjtë zbehet dhe dihet kjo gjë. Fuqia e saj zbehet. Fuqia e vërtet mund të zbehet kur fillon të mbështetesh te vetja. Bëhesh krenar duke menduar se gjithçka vjen prej teje. Fillon të mendosh se Perëndia të ka vajosur për shkak të asaj që je ti. Kur mos qoftë. Por mendo në moment për Samsonin. Një shembull, Perëndia i kishte dhënë Samsonit një forcë fizike mbi natyrore. Ajo ishte fuqia e frymës së shenjtë mbi të. Megjithatë, ai e lejoi kompromisin të hynte në jetën e tij. Dhe është ajo që thash unë, që në momentin që tham në fillim, në momentin që ti thua unë jam e fortë në Zotin, në atë kohë ke mëkatuar, ke filluar të zbehesh frymën që është, fuqinë e frymës që është brenda teje. Dhe ndërsa bënte kompromis, fuqia e frymës së shenjtë filloi të zbehej dhe ai humbi forcën e tij mbi natyrore. Por pjesa më e frikshme është se ai nuk e kuptoi se kishte humbur atë ndikim. Te Gjyqtarët 16:20 thot: Atëherë ajo bërtiti, Samson, filistinët janë mbi ty. Ajo zgjua nga gjumi dhe tha: do të dalë si herët e tjera dhe do të shlirohem. Por nuk e dinte që Zoti ishte larguar prej tij. Atëherë filistinët e kapën dhe ja nxorën syt dhe mendoi se ai veprim fizik pasqyronte gjendjen e tij shpirtërore. Do me thënë, është verbëri shpirtërore. Natyrisht, ne si të krishterë të beslidhjes së re nuk e humbasim frymën e shenjtë, por këtu shohim humbjen e fuqisë për shkak të kompromisit pak nga pak. Duhet jemi të kujdesshëm. Të mos vlerësojmë veten tonë. Ndonjëherë mbështetemi fort te vetja, harrojmë vendin e fshehtë të lutjes, harrojmë frymën e shenjtë. Prandaj do mbajtur gjithmonë në mendje dhe në lutje. Më ndihmo frymë e shenjtë. Kam nevojë për ty. Duhet të kujtojmë se pa fuqinë e tij jemi plotësisht të pafuqishëm. Ne varemi prej tij çdo ditë, varemi prej frymës së shenjtë çdo ditë. Duhet të bëjmë kujdes se në momentin që fryma zbehet, në ne fillojnë kritikat ndaj të tjerëve. Gjithmonë është e vërtet dhe unë i vija re kështu se nuk do të thotë që neve duhet të heshtim ndaj kritikës, por gjithmonë duke u drejtuar frymës të na drejtoj, unë jam për këtë. Por vija re për shembull në momentet që ne kemi kaluar shumë peripeci si kish nga fryma e xhelozisë e të tjerëve dhe fryma e kritikës së tyre që nuk qëndronte dhe unë jam lutur shumë Zotit në atë kohë dhe ja ku jemi sot. Kisha është rritur lavdis Zotit, është në unitet të plot, është në një veprim kaq të bekuar dhe jemi kaq të bekuar si kish, sepse ata kujtoni se po kritikonin, po kritika e tyre ishte vlerësim për veten e atyre që na kritikonin ne. Do thotë që nuk ishte fare fryma në ta. Dhe koha e tregoi, ja ku jemi si kish. Nuk arritën dot ta shkatëronin. Gurit që hodhën u kthyen atyre. Por vajosja nuk na është dhënë për status, ajo është dhënë për shërbim. Duhet të mbetemi të varur nga fryma e shenjtë, duhet të mbetemi të përulur. Pra vajosja është fuqizimi dhe pajisja nga Perëndia për të kryer një qëllim që ai na ka dhënë përmes veprës së frymës së shenjtë dhe shërben për të na veçuar për një fillim, për të na fuqizuar për shërbim, për të na dhënë guxim për të shpallur fjalën, për të na përdorur për të sjellë shpresë, ngushëllim, çlirim, për të na bërë bekim për njerëzit përreth nesh. Lavdia i qoftë Zotit. Për të sjellë lavdi te Perëndia dhe jo te njeriu. Ajo që tham. Të gjitha këto ne i bëjmë për lavdi të Perëndis. Çfarë jemi duke i kërkuar Perëndis tani? Vajosjen apo po kërkojmë fytyrën e Perëndis? Sepse qëllimi më i madh nuk është të themi unë jam i vajosur, por të themi Zot
Përdorë mua për qëllimin tënd dhe le të jetë kjo lutja jonë. O Zot, më pastro, më mbush me frymën tënde, më jep urtësi, më jep përullësi, më përdor për lavdin tënde. Amen, o Zot, amen, o Perëndi, o Perëndi. Zot, në emër të Jezusit, na ndihmo të bëjmë këtë. Zot, na mëso të ecim në vajosjen tënde. Na kujto vazhdimisht se ne kemi nevojë për ty. Mos lejo që të shkojmë drejt krenaris, mos lejo të bëjmë asnjë lloj kompromisi me botën. Le të dorëzohemi ty çdo ditë, o Zot. Bëj që të mos kemi besim në aftësitë tona, por në atë që ti na ke përmbushur. Na bëj, o Zot, një kanal bekimi, o Perëndi, për të tjerët. Le të jetë këto lutje të përditshme tek ne. Kërkojeni fytyrën e Perëndisë që mëngjes. Do të thotë që ju do të jeni përballë me të, do të jeni një me të. Lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit. Të bekuar, tani kjo ishte fjala për sot. Kjo ishte fjala për sot. Lavdia i qoftë Zotit, fryma e shenjtë është në ne, ta besojmë, të mos dyshojmë dhe ta përdorim për lavdi të Perëndisë. Të gjithë vajin që Zoti ka vënë në ne dhe fuqinë e tij. Tani, si çdo natë, unë do të bëj atë lutjen që unë kam arritur këtu nga Pastori Alketa, nga libri Pastori Alketës, dhe është lutje përpara se të flini gjumë. Koincidoj me darkën, por nuk ka rastësi. Koincidoj them unë, por nuk ka rastësi që është kjo lutje përpara se të flini gjumë. Në emrin e Jezus Krishtit, qortoj çdo frymë të ndyrë që sjell ëndra natën. Ju urdhëroj të shporre në emrin e Jezus Krishtit. Asnjë shigjet dhe armë nuk do të afrohet natën për të më sfiduar, sepse Zoti Perëndia im do të më mbuloj me krahët e tij dhe tmerri i natës do të largohet nga unë. Lutem për paqe në mendjen time dhe gëzim në shpirtin tim, siguria e Atit qoftë mbi mua. Dora, ktheheni gjithmonë në veten tuaj. Dora e Atit u ngrit dhe gjukoft mbi çdo shtrig dhe bijtë e djallit që më sulmojnë gjatë natës. Paralizë mbi ata dhe konfuzion. Zjarri i Zotit mbi projektet astrale që ata bëjnë. Lutem që angjët e Zotit janë rreth e rrotull meje dhe zjarri i frymës të konsumojë çdo fuqi satanike që më afrohet. Tmerri dhe frika e Zotit qoftë mbi të gjithë armiqtë e mi. U konsumofshin para se të më afrohen. Të falenderoj, o Atë, Perëndia im, në emrin e Jezus Krishtit, të jap lavdi dhe të adhuroj sot dhe përgjithmonë. Amen, amen, amen. Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në mirëqenien e tij për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t'i mbajtur të gjallë në kohë urie. Shpirti ynë pret Zotin, ai është ndihma jonë dhe mburoja jonë. Po, zemra jonë do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim në emrin e tij të shenjtë, në emër të Jezus Krishtit. Amen, amen, amen. Lavdia e qoftë Zotit. Lavdia e qoftë Zotit. O, faleminderit Zot. Faleminderit. Faleminderit Perëndi i qiellit dhe i tokës për prezencën tënde. Ti di të gjitha, o Zot. Faleminderit, o Perëndi i shenjtë. Unë i sjell të gjithë motrat dhe vëllezërit përpara teje, o Perëndi. I sjell, Perëndi, çdo motrë dhe vëlla dhe çdo problem të tyre. Zot Perëndi, në radhë të parë, o Zot, unë kërkoj që ti marrë zemrat e tyre ti afrosh pranë vetes tënde. Afroj pranë vetes çdo zemër, Zot, qoftë edhe një i ri që ka ardhur dhe dëgjon për herë të parë. Nuk është rastësi, ti e ke sjell. Merri zemrat e të gjithëve, Perëndi, mbushi me vajin e frymës dhe ajo do t'i drejtoj. Fryma e shenjtë, fryma e shenjtë. Ai është besnik, ai drejton hapat tona, ai na fuqizon. Prandaj ne sot, Perëndi, kërkojmë të gjithë fytyrën tënde, të gjithë siç jemi këtu, o Zot. Kërkojmë fytyrën tënde, pranin tënde, prezencën tënde, o Zot. Dhe fuqia jote, Perëndi, do na drejtojë në gjithë shka që ne kemi nevojë sot. Ti i di të gjitha problemet, Zot, dhe unë kërkoj, Perëndi i shenjtë, që dora jote të jetë mbi gjithë secilin, krahu yt i të jetë mbi gjithë secilin. Të ngrej ata që janë rrëzuar shpirtërisht, Perëndi, të ngrej ata që janë të sëmur, o Perëndi, me çfarë do lloj sëmundje. Ngri, o Perëndi i shenjtë, ngri zemrat e tyre, Perëndi, dhe jeta e tyre do të marrë rrjedhën e asaj që ti do, o Perëndi. Te çdo i sëmur, Zot, unë shpall shërim sot. Perëndi i qiellit dhe i tokës, ngri marrëdhëniet, o Perëndi, ngri i lartë zemrat e tyre që kanë probleme në familje, me marrëdhëniet me fëmijët, me marrëdhëniet me njëri tjetrin, marrëdhëniet në martesë. Perëndi i qiellit dhe i tokës. O Zot, Perëndi i shenjtë, ti di, o Zot, i gjitha hallet, Perëndi, për ata që kanë nevojra për shtëpi, për financa, o Zot. Perëndi i shenjtë, bëj, o Zot, që ti
Je Perëndia i tyre dhe ata e shpallin me gojë. Bëj o Perëndi që zemra e tyre të takojë ty. E gjithë secilit o Perëndi që është sot dhe që do e dëgjoj. Sepse ti je Perëndia e vërtet. Ti je Perëndia jonë o Zot dhe nuk ka të barabartë me ty. O Perëndi i qiellit dhe i tokës. Beko sot çdo motër dhe vëlla që është sot këtu dhe atë që do e dëgjoj. Beko familjet e tyre, fëmijët e tyre, financat e tyre, shtëpitë e tyre, ushqimin e tyre, ajrin që ti ujin që pinë, pushimet kush ka vajtur me pushime, makinat e tyre, martesat e tyre, gjithë shka o Zot kanë dhe gjithë shka duan, bekoj sot o Perëndi dhe shpall sot Perëndi, gjakun e Krishtit muroj. Bekoj dhe shpall gjakun e Krishtit muroj mbi gjithë secilin. Bekoj o Zot të kish që është vërtet e bekuar, që është bekim vërtet o Perëndi. Mbuloj me bekimet e tua o Zot. Perëndi i qiellit dhe i tokës, mbaj kështu në unitet të fortë rreth vetes tënde Zot. Fuqia e frymës të drejtoj çdo zemër të kësaj kishe Zot. Në emër të Jezusit unë shpall bekimin tënd, mbrojtjen tënde dhe gjakun e Krishtit muroj mbi të. Mbi pastore Alketën, mbi familjen e saj, mbi shërbesën e saj, mbi zemrën e saj. Gjaku i Krishtit qoftë muroj, mbi kishat e terrenit, mbi drejtuesët e tyre. Gjaku i Krishtit muroj Zot. Gjaku i Krishtit muroj mbi secilin o Zot. Në emrin e të çmuar të Jezusit, ne të gjithë themi po dhe amen. Ashtu bëft. Haleluja. Haleluja Zot. O Perëndi i qiellit dhe i tokës, Zoti i ushtrive. Faleminderit. Të bekuar. Do të ndajmi duke uruar një gjumë të ëmbël dhe të bekuar. Në paqe do të bini, në paqe do të flini, sepse vetëm ti o Zot na mban siguri. Në paqe do të flini dhe në bollëk do të shoheni. Në emër të Jezusit uroj natën e mirë dhe miru takofshim të dielën tjetër. Bekime.